Në kuvendin e rregullt zgjedhor, Masar Omeragic u zgjodh një zëri për një mandat 4 vjeçar si kryetar i Federatës së Futbollit të Maqedonisë. Ai do të jetë në krye të futbollit të Maqedonisë në 4 vitet e ardhshme. Не сме овде само да зборуваме за проблемите од минатото, туку да погледнеме напред кон новата визија и стратегија за македонскиот фудбал. Фудбалската федерација на Македонија има обврска да постави јасен правец, да создаде систем кој ќе гарантира долгоречен развој и да ја врати довербата кај сите што се дел од овој спорт. Si strategji zhvillimore ai përmendi 3 fusha në të cilat duhet punuar siç duhet për të arritur sukses: kategoritë të rinjve si shtyllë sukseseve të ardhshme, infrastrukturë moderne që të mundësoj futbollistëve të përparojnë dhe federatë që të punojnë në mënyrë transparente, profesionale dhe në interes të futbollit. Работиме на нова генерална стратегија, план за иднината. Без силни млади категории нема иднина. Ќе вложуваме во подобри услови за тренинг, селекција на таленти и едукација на тренери. Нашата цел е да создадеме млади фудбалери кои повторно ќе бидат конкурентни во европските квалификации. Во таа насока, една од битните работи е создавањето на скаутинг систем во рамки на нашата федерација која ќе има единствена цел македонските таленти од странство да имаат еден избор, а тоа е дресот në Makedonia. Menjëherë u mbajt edhe një mbledhje e Këshillit Drejtues me çka u përcaktuan 14 anëtarët e rinj. Këshilli Drejtues mbështeti idenë dhe votoi për 2 nënkryetarë të FFM-s, të cilët do të jenë Marian Çostojkovski nga Lidhja Komunale e Futbollit Prilep dhe Xhevat Dibrani nga Lidhja Komunale e Futbollit Strug.